Në zgjedhjet e 9 shkurtit, ishte i fundit në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por Paris Guri, anëse përpara vetes i pati 109 kandidatë të tjerë, arriti të marrë besimin e 18.752 qytetarëve, vota këto që ja siguruan hyrje në kuvent si deputet për herë të parë. Megjithatë, kjo detyrë që e mbajti për 9 muaj nuk ju dha për herë të dytë. Numri 110 nuk i solli fat edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Kësaj radhe, sipas rezultateve preliminare, ky arriti të marrë veç 15.381 vota. Kokra elektorale këto të pamjaftueshme për t'i përfaqësuar qytetarët në parlament. Njëjtë si ky nga LDK-ja, pjesë e legjislaturës së 10, nuk arritën të bëhen edhe Ekrem Hyseni, Krenar Xhaferi, Alban Zogaj, Arben Gashi, Serbeze Kabashi Muqaj e Arieta Abazi. Këso ndryshime, bazuar në rezultatet e deri tanishme, ka edhe në subjekte të tjera politike. Aminin, votuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ja dhan kësaj radhe Altin Krasniqit, Fadil Demakut, Xhavahir Gecit, Abelar Tahirit, Rashid Çalajt, Eliza Hoxhës e kosovare Murselit, krejt këta pjesë e legjislaturës më jetë shkurtër në historinë e parlamentit të Kosovës. Në foltoren e këtij institucioni nuk do të dëgjohet as zëri Driton Hysenit, Bylbyl Sokolit, Bajram Mavriqit, Arieta Rexhepit nga lëvizja vetëvendosje. Këmba përgjatë kësaj legjislature nuk do t'i shkel në tempullin e demokracisë as Lahi Ibrahimajt nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Nata e ndërrimit të viteve solli një nga momentet më të papritura dhe më të përfolura të televizionit turk. Ibrahim Tatlises dhe balerina e famshme Asena u shfaqën sërish në të njëjtën skenë pas më shumë se një çerek shekulli largësi, konflikti dhe heshtje totale. Gjatë puntatës speciale të vitit të ri të Ibo Show, programi legjendar i Tatlises, Asena u shfaq papritur në studio duke befasuar jo vetëm publikun, por edhe vetë këngëtarin. Ajo interpretoi kërcimin e saj të famshëm oriental, pikërisht atë që e bëri ikon në vitet e arta të emisionit, kur ishte pjesë e pandashme e skenës dhe një nga figurat më të komentuara të asaj kohe. Reagimi i Ibrahim ishte i menjëhershëm dhe i sinqert. Në momentin që pa Asenën, e cila dikur ishte jo vetëm partnerja e tij profesionale, por edhe një nga personat më të afërt në jetën e tij, perandori nuk arriti t'i mbante emocionet. Ai shpërtheu në lot para kamerave, duke krijuar një skenë të rrallë dhe thellësisht prekse për televizionin turk. Ky takim u konsiderua nga shumë si një udhëtim i fortë emocional në kohë. Marrëdhënia mes Tatlises dhe Asenës kishte përfunduar në mënyrë të stuhishme në fillim të viteve 2000, mes akuzave, përplasjeve publike dhe një distance të plotë që zgjati dekada. Pikërisht për këtë arsye, askush nuk e priste një ribashkim aq më pak në një skenë televizive dhe një natë simbolike si ajo e vitit të ri. Momentet e transmetuara u shpërndan me shpejtësi në rrjetet sociale, duke ngjallur reagime të shumta nga publiku. Disa e quajtën një gest pajtimi dhe maturie, të tjerë një moment nostalgjie që rikujtoi një epokë të artë të televizionit turk. Pa shumë fjalë dhe pas sqarime të gjata, kjo skenë tregoi se disa histori sado të dhimbshme nuk fshihen kurrë plotësisht, dhe ndonjëherë mjafton një këngë, një kërcim dhe një shikim për t'i rikthyer të gjitha.